Mirëmëngjesi të nderuar shikues, po ndiqni edicionin lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka pranuar ftesë nga presidenti amerikan Donald Trump për ta përfaqësuar Kosovën në bordin ndërkombëtar të paqes si shtet antar themelues. Osmani është shprehur e nderuar për këtë ftesë, duke theksuar se Kosova mbetet aleate e palëkundur e Shteteve të Bashkuara në përpjekje për ndërtimin e paqes dhe të sigurisë globale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në vazhdën e takimeve në Forumin Ekonomik Botror Davos 2026, në ditën e tretë ka zhvilluar disa takime në mesin e tyre edhe me komisionaren e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos. Ndërkohë, Kurti në një intervistë për RTK-n ka deklaruar se të gjithë partnerëve ndërkombëtar u tregoi besimin në politikë dhe hovin ekonomik që përcjell Kosovën. Sipas tij, Kosova ofron mundësi unike për krijimin e degëve apo bizneseve të reja. Tutje Kurti theksoi rëndësinë e besimit dhe stabilitetit institucional në kohë turbulencash gjeopolitike. Forumi Ekonomik Botror në Davos ka nxjerrë në pa tensione të reja mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, veçanërisht lidhur me Grenlandën, tarifat tregtare dhe sigurinë globale. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk do të vendos tarifa ndaj vendeve evropiane, pasi është arritur pajtueshmëri për kornizën e marrëveshjes për Grenlandën. Vendimi u bë i ditur pas takimit që Trump zhvilloi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve, po vazhdon numërimi i flet votimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KQZ ka marrë vendim që të rinumërohen. Deri më tani janë rinumëruar 937 nga 2557 vendvotime. Sipas të dhënave të fundit, rinumërimi është përmbyllur plotësisht në 8 komuna. Në mbrojtje të krerëve të ushtrisë sirimtare të Kosovës, platforma Liria ka emër, ka paralajmëruar se më 17 shkurt në përvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës me moton drejtësi jo politik, do të organizoj protestë paqësore në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Platforma Liria ka emër vlerëson se procesi gjyqësor në Hag, i cili ka hyrë në fazën përmbyllëse pas më shumë se 5 vitesh, ka krijuar shqetësime serioze në opinionin publik. Zvarritja e procedurave, kompleksiteti tyre, informacionet kontradiktore si dhe perceptimi i ndikimit politik kanë cenuar besimin qytetar se drejtësia po trajtohet si një proces thjesht juridik. Më nën shkurt në Hag pritet që në rastin ndaj krerëve të UÇK-s të mbahen seancat me fjalet përfundimtare të palëve, ndërkohë që edhe 4-shja e UÇK-s do të mbajë fjalime. Avokati Arjanit Koci ka njoftuar se Hazir Aziri është liruar nga autoritetet e Serbisë pasi ishte mbajtur në paraburgim që nga 8 shtatori. Sipas Kocit, Haziri ishte arrestuar në pikën kufitare në Merdar. Në deklaratën e tij, Koci thekson se lirimi i Azirit dëshmon se arrestimi ka qenë i pabazuar dhe i ndërtuar mbi pretendime të pambështetura në fakte. Avokati Koci ka vlerësuar se ky rast të nxjerrë në pa nevojën që qytetarët e Kosovës të kenë mbështetje të menjëhershme juridike sa herë që përballen me ndalime të padrejta jashtë vendit. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.